Kompania turke ANT Energy do të ripërpunoj vajrat mekanike, që çdo ditë hudhen dhe ndotin ambientin duke përfshirë ujin e pijshëm, tokën dhe ajrin. Për shkak të mungesës së një organizimi formal që do të menaxhojë me mbeturina të këtij lloji, ANT Energy është zotuar që do të përpunojë afro 18 ton vajra mekanike në ditë. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Ekologjisë, në vend çdo vit hidhen afro 8000 ton vajra të djegura. Gëzohem që do të kem mundësi të investoj në një vend ku kanë jentuar prindërit e mi. Ata më tregonin se më herët janë larë në lumin Vardar, kurse tani ishte një katastrofë ekologjike. Prandaj vendosëm që të bëj një pastrim ekologjik të vajrave dhe mbeturinave të tjera në ambient. Duke marrë parasysh se në Maqedoni çdo vit hudhen afro 8000 ton vajra të djegura, kemi parë potencial për të shfrytëzuar këtë gjë në të njëjtën kohë duke ruajtur edhe ambientin. Ka pasur zëra që projekti jon ka ndikim negativ në ambientin jetësor, por ju siguroj që projekti do të jetë transparent dhe nuk do të ketë asnjë ndikim negativ në mjedisin jetësor. Përpunimi i këtyre vajrave sot ishte temë debatit publik të zhvilluar në komunën e Tetovës, ku do stacionohen kapacitetet përpunuese të kompanisë ANT Energy. Projekti i ripërpunimit të vajrave mekanike u mirëprit nga përfaqësues të Ministrisë së Ekologjisë, që kanë bërë vlerësimin e ndikimit të këtij projekti në ambientin jetësor, duke thënë se ripërpunimi do të kursente tokën, ujin dhe ajrin nga ndotja.